Mirëmbrëma miq. Para 2 ditëve unë mundova me humor të kaloja një moment të vështirë të një miku tim, të një shoku tim fëminis, sepse mu duke arsyeshme për me qetësu, jo për me shqetësu. Por sot unë e ftova që të bëjmë një bashkëbisedim qetësisht, jo më tepër mbi atë ngjarje, se sa mbi rrjedhojat e gjithë ati mëllëfit të rrjeteve sociale, që më thonë drejtën, unë nuk di të gjej asnjë lloj motivi real që të justifikoj. Dhe unë sot jam me Syçin dhe me Bledin për t'i drejtuar disa pyetje diares të politikës që ka prodhuar Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Ju e dini që Partia Socialiste ka krijuar diaren e lësisë, ndërsa Partia Demokratike ka një rrjedhje diaresh duke filluar që nga Llapa, që nga Shehu, që nga ky komunisti Liçori e të tjerë. Tashi unë du t'i shtoj një pyetje këtyre miqve të mi gazetar, se çfarë ushqen këtë mllëf të njerëzve që flasin me këtë tekst dhe me këtë urrëtie. Dhe si ka mundësi që këta njerëz që kanë dalë nga diaret e këtyre 2 partive, çfarë përfaqësojnë? Sepse unë e kuptoj që Arlind Qorri në gjithë këtë tallavan e kësaj diareje është më konkreti, është më i sakti, sepse thotë unë jam komunist. Më genuini. Dhe unë jam marksist-leninist. Dhe unë duhet që ta kthej Shqipërinë në komunizëm. Dhe është një lloj Albin Kurti që të dy kanë nga një gërshërë të madhe delesh në dorë që duhet të presin kokat e imprenditorëve të kapitalizmit për të kthyer proletariatin. Dhe unë atë e mirë kuptoj dhe ata njerëz që i shkojnë mapa që duhet të jenë të çmendur me atë komunizëm që kemi kaluar ne. Po unë nuk kuptoj agronin që del nga biznesi me një djalë tjetër shumë simpatik, me një djalë që unë me thonë drejtën dhe kam falenderuar një 2 herë me qëndrimet e veta konstruktive, shumë përpara 6 muajve më tepër në parlament, si e ka emrin ky Eraldi, i kam shkruajt mesazh dhe mu ka përgjigj. Por radikalizmin e këtij unë sot nuk e kuptoj dhe nuk e përkthej dot. Dhe i them, agron, ti je në parlament përfaqësues që ke dalë nga PD-ja e Lulit, por që ke dalë nga biznesi. Çfarë kërkon ti me ata njerëz që mbjedhin urrëtie, që shajnë biznesin, që duan të ndërpresin investimet në Shqipërinë tonë? Çfarë kërkon ti me ta? Që bie kundra nesh, kundra klasës tonë agron, kundër klasës tate, kundër klasës time. Dhe mbjedhin në Shqipëri këtë urrëtie që për mua është fashizëm. Dhe unë dua të ndaj me miqtë e mi sot, mos të shqetësimi që unë e kalova me sportivitet për të qetësuar mikun tim, se çfarë mban këmbë dhe çfarë ushqen këtë urrëtie në Shqipëri. Faleminderit Syç që gjetë kurajo për të ardhur. Ti je shpirtate, bravo, efekti pa thonë. Testi Luce ti me të drejtë në rreth 2 probleme, që është problemi i këtyre politikanëve që kanë kriju këtë diare dhe problemin e urrëties Shqipëni. E para, këto nuk kanë ardhur politik për të bërë. Këto kanë ardhur gjithë në politik për të marrë. Dhe këtë e tregon vetë fakti. Dhe këtu vjen edhe një lloj drejte e njerëzve që protestojnë. Mirë, po këto njerëz që protestojnë se bëjmë bisedë sinqerte, se këtu ndryshojmë negativet. Këto nuk është se kanë ai qëllim për ndërtu Shqipërinë e re që thonë këto. Se Shqipëria e re u ndërtu dhe 45-ën, ashtu thotë Enver Hoxha. Do bëjmë Shqipërinë e re dhe e pam se si e bëni Shqipërinë e re. Këto as nuk e dinë ç'është revolucioni. Niveli asaj protesta është megjithmend për të dëshiruar. Kudo protestat nuk janë pjesëmarrja, nuk janë nivele, se fjala intelektuale mos më pëlqej fare ta përdor, po elite, se ne na kanë mungu elitat. Edhe në këtë moment ka kritik ku janë elitat shqiptare. Edhe në 90-ën ku ishin elitat shqiptare. Ato që i thoshin vete elitat të regjimit komunist, gllaberun, atë
revoltën e rinis, E përdorën për vete. e përdorën për vete dhe ja rezultati sot. Eksakt. I ke njerëzit më të pasur, që erdhen me valigje drunin Tiranë, Eksakt. edhe sot kanë morë zap gjysmën e Tiranës. Jo, gjysmë 3 çergun e Shqipërisë. 3 çergun e Shqipërisë për të. Edhe flasin nga mjesi dhe i ndargët në emër të moralit. Në emër të moralit. Tash këtu Edhe në emër të popullit. Tu revoltohet. Problemi është që historia ka vërtetuar që urrëtia nuk çka kërkon. Edhe revolucioni francez, çfarë boni? Preo koka, pastaj prapë shkruam ke Republika e Napoleonit. Republika e tretë që quhen ata. Tash ti ka në rrugë që zgjidhet kjo punë, kjo është proces, se në proces ka kaluar dhe gjithë bota. As bota, as Amerika, ku jomën, që është veni, të thënë demokratik, pa Amerika është republik, veni më i lirë, as Europa perëndimore, që sot në na vetë fyt t'i boni këte që vinë sa parlamentarët të PS që morin e i lek nga këto deputetet tonë, se o Parlamenti Europian të thejme dhe këte është godina mo e korruptume, mo parazite. Që shkojnë të shqe dhe vinë japin me këtu, ven që t'ullin gjaknat, pse se bënë venet e veta këta? Po përdorin belerin, për të kompromentu ca nga ata aty, dhe mere me men ku ka shku Parlamenti Europian dërsa ma një beler mrena. Një njeri të akuzu për vrasje. Vim kjo urrëtia. Urrëtia kene është e ka hershme luz. E kemi jetuti, e kemi jetu bashk në regjimin komunist, vazhdon dhe sot. Nga se vjen urrëtia? Ke pas ti urrëtin komunistën? Ja. Ke qenë njëri i lirë, ke folë. Si unë si i grupi vogël kemi qenë. Kush kishte urrëtje? Ato që ishin shërbim të regjimit. Ka qenë urrëtia të aftit me pa aftit, ka qenë e të mërshme. Po, gjithmonë, Ajo ka qenë e të mërshme. Dhe sot është më aktuale se të aftit me pa aftit. Të aftit që s'bëjnë asnjë punë, gjykojnë të aftit që punojnë, që i rretohen, që prodhojnë taksa, që prodhojnë gjëra. Atë ishte aftit me pa aftit, mi pa atëherë urrëtia ishte shkojte deri ke denonzimi trungut kallëzimeve. Për çka ta rrugë jetës atëherë te trungu kallëzime. Trungu dhe Genqorri. Trungu kallëzimeve. Që ishte dega brendshme. Ilir, është një koincidencë, nuk do thosha e bukur, po 2 korrik 1990 ishte ndër të parët që hyre në ambasadën Gjermane, apo jo? Jo, nuk kam qenë ndër të parët, do të jemi sinqert, kam hyrë me datë 4, ndër të parët, por tash po e them pa modesti se janë gjithë letrat e ambasadorët gjerman. Katër Ka majtë peshën dhe e them pa asnjë lloj modestie i kam dhënë unë drejtimin politik. Jam unë që kam bërë peticionin 1990, 1 korrik 2026, pra 36 vjet më vonë. Ndaj te Dedi do të thotë që janë të njëjtat portrete si atëherë si sot. Ore, çfarë u shqen këta njerëz? A ushtroi gjithun policia sekrete shqiptare. Po për marruat. A ushtroi gjithun ish ministri atëhershëm Simon Stefan. Ta themon për atë që la Luca në mes. Jelash. Pra, ajo që desha të them Luca është kjo është gjithmonë lufta dhe njeriu nuk varet nga pasuria, nga kënaqësia që ka, që bën një gjë, që shkruaj libër, që bëj pikturë. Ti bizneset i bën tash e ke hobi, nuk e ke adrenalin, nuk e ke si më thënë ditë sa budallaj më që fugoj kështu sigurisht për gojës. Ti jep kënaqësia ajo që emocione mua ajo punë jep kënaqësi, po se pa atë punë des. Po pra, si ky mund të ri do të pa humor. Tash ato shofin ku bo kjo Luca më ka qenë soj me neve, ku bo kjo që hiku këtu po bo, pra se kjo po nuk ka 24 orë. A ka pas zonë korrikun në 90-të? Njëre sa ma bon pyetje dhe sot këtopi. Nuk ka asnjë ngjashmëri protesta sot me protestën e 1990. Jemi komplet në një kondicion tjetër. Po më kundër një minutë, unë duhet pyes ta bëjmë të ndjeshme për publikun. Kundër kujt u çum në atëherë? Me mënyrë lakonike. Kundër diktaturës. Diktaturës për liri. Për liri. Tash jemi të lirë. Jemi të lirë? Po. Kundër kujt po çohemi ne tash? Tash atë desha të. Tash kundër diktaturës për liri. Po. Po tani. Sot. Po. Atëherë me që më pyeti ky. Atëherë janë vrarë njerëz dhe këllëcisë lopata xhenjere muke rruga ambasadave deri ke sheshi Skënderbej. Thirrjet ke sheshi Skënderbej, megjithëse aty ishte gjitha llojet e stresave, punëtor, zanaci, njëna tjetër,
aman thirrjet ke monumenti Enver Hoxhës ishin liri demokraci. Nuk keni gjuki kur në protest, QRB, këte, atë... Mlëf nga njëri tjetrit. Mlëf edhe krashi këtyne me i lloj edukate, pra, kurse sot ti ke nga mjesi deri ndarë protestat QRB, QRM, e ku ta dio në njënën tjetër, e kap sapunën, e kap atë. Pra, niveli është... Ose ka pru liria, gjithë këtë pasurin fjallore, se kuptoj. Munges liria nuk mund t'i thësh sot. Biles kjo, kjo është anarki. Dhe si që thot Thomas Hobbesi, ai që ishte kundër monarkisë, po kur erdhi që u vra mreti dhe u kriju anarkia me Cromwellin, ai tha më mirë një monarki absolute se sa anarki. Se në anarki nuk e di kush është kush. Dhe në këtë gjeni jemi sot. Edhe kjo protest, me gjithë qëllimin e mirë që ka pas, por me segmente këte e thejmë pa frikë, segmente fondacione, fetare, shoqërore, që po t'i kapsh gjithë të fondacioneve, kanë ka 3 shtëpia me paret e fondacionit, një në Bregdet, një në Mal, 2 në Tiranë. Shkojnë t'i verifikojnë, nga i kanë bo paret. Pra gjithë to kanë një agendë dhe janë fut në një moment tillë që Shqipëria do me shku në Europë, pa dyshim qeveria ka mira gabime, por që duan ta kthejnë në një anarki edhe për shkak të të mos ta themi të fqinjve tanë që nuk e duan kurrë zhvillimin e Shqipërisë dhe nuk e duan Europë. Për të ardhur dhuna, është përdor dhuna siç thash atë me lopata xhenjere. E janë vrarë njerëz që pak të një ditë që u vran mrena. Nuk kemi shkëputur nga dhuna këto 36 vjet. Tash ti, mu ma bit kjo, që ky popull që ishte trim dhe heroik sot, edhe që përdor grushtat, në kohët e Enver Hoxhës, e majte një polic që nga uzina Enver deri ke bulevardi. Ku bon kaq trima këto? U bon kaq trima nga mungesa e forcës së shtetit. Nga hapësira dhe fryka që mos na quajnë polici që përdor dhunë. Sot kisha i debat me një gazetare dhe me shumë njerëz e kam pas, që policia po përdor dhunë. Në cilin vetë botës ti ke qenë Angli? Unë kam 35 vjet në Amerikë. Cilin vetë botës ke pati që ti vesh dorë policit, ti hudhësh vejës policit, ti hekësh kapelin policit dhe policit duhet të rritë dur kryq? Qa është policia? Qa është shteti? Qa është ushtëria? Armë dhunës për të majtë shtetin, për të majtë ligjin. Ka dhe atje protestat dhunëshme, sigurisht policia hymë dhunë. Pra, ti jemi më sinqerë me vetë vetën. A kanë këto që janë rritë protest një agent të qartë që këto do të bëjnë Shqipërinë? Unë nuk e shoh. Agenda tyne është krijojmë anarkin edhe të kapim në jo. Si zëj forti opinion. Njona tash kishte dalë, kishte thonë Taçova, kishte thonë që jo vetëm ti të ndjekim penalisht policët, po edhe seksualisht. Si zëj forti opinion bërjes në Shqipëri, të paktën dekadën e fundit, pas ushtrimit të dhunës ndaj teje, ka pas një reagim nga 5 shoqatat aktive të gazetarëve? Asnjë, dhe nuk më prek. A ka dalë një deklaratë? Mero Baze ka bërë. Mero ka bërë. Shoqatat, po flasim për shoqatat. Pse ekziston një shoqatë? Është Unioni i Gazetarëve të Sandër Çipës, është Asociacioni i Gazetarëve. Me që pune, nuk ka bërë asnjë, bë 3 artikuj. Një ka bërë. Asnjë deklaratë zyrtare? Mero, jo. Një ka bërë Lutfi Dervishi që e mora dhe e përgëzova, jo për mua, po tha dhuna është e patolerueshme. Po, e lexuam të dy artikuj. Edhe një ka bërë Dritan Hila. Tash ti, nuk kam nevojën me mbrojt njëri se mbroj veten. E kam mbrojt veten gjithmonë. Por, ajo që më ka ardhur keq, nga disa shoqata nuk merreni ne me zënje komshis. Pa e sqaroj këtu. Nuk ka qenë zënje komshis. Unë kam ndërrit një problem që duhet ta ndërrit çdo qytetar. Komunitar, por qytetari këtu ka frikë dhe mund përgëzojshin, ku e pastroj një herë rrugën, që makinat hynë këtë deri në apartamente nuk i dot. Dhe një ditë, bashkëshortja ime, duke shku në shtëpi, një plakë është rrëzuar me gjithë shoqën se nuk hyshin dot të matrajtë. Pra bëjmë të qartë publikut. Ju jetoni te rruga Çamëria ose e njohur ndryshe si tregu Çam. Tregu Çam, po. Ku ka një numër të madh dyqanesh. Është borra, është rrugë që duhet. Ka makina marrin punë të ikin. Po. Aty gjithë ato tregtarët, gjithë
Parkoj makinat para shpive të banorëve. Dhe një ditë unë thash, kjo është e padurueshme, nuk di që më duhet nga shtëpia. Ma me çonte jo nuk. Si në gjitha lagjet e Tiranës. Dhe këtu prapë një qytetar ngriti zërin. Dhe e kam ndonjë problemin me bashkinë, po sot s'kemi as bashki, ose s'dim kush drejton bashkinë. Ka 4 kryetari, nën kryetari. Një kryetare. E kam ndonjë ke bashkia, e kam ndonjë ke inspektoriati rrugëve që janë këto. E kam ndonjë pastaj mori masa pra në qytetin të Tiranës. Mori masa drejtori, i policisë shtetit, u detyrova të marrë drejtorin e policisë. Kjo është gjendje e padurueshme thash. Dhe im shoqë pa gruan e moshuar, zonjën që ra e ju hapët damotet e tuqa e tu ashtu. Edhe kjo jam lodhi, shkoj ti marrë unë, thë në disë rëndësi. Pra, ti u bëre zëri i komunitetit dhe në fund po mëse gjitha në kohë po kishin fryt nga këta cubat, kanë fryt nga cubat, do më thonë, imagino sa Ironës në gjithë botën të ke qenë Angli, kur shef një njeri biles të thonë trend gjatë gjithë kohës, kjo se shifni një problem të emronin këtë numër. Po. Për të dalë keqës për para. Ta shi këto cubat që kanë ardhë, këto, që në kohët e Enver Hoxhës, jo këto se këto janë të rikjë, si mu, po babalarët e këtyne, rishin sus majmun, atje në katon ku ishin, që se kanë hek akoma shpel në katonit, as mit që janë rritë këtu në Tiranë, se ka të boja jo, edukata. Këto të shikë kërcënojnë mu vazhdimisht, thojnë ti që na bone me bu gjoba, ore, unë të vej gjoba, që se ligji është që nuk duhet parkua ty t'i pseve. Dhe kërcënojshin, sa e kalojsh aty, kërcënojshin. S'kishte problem. Dje polici, në fakt, s'kisha lemru, që një herë që e bona këtë punë, dje polici kisha harë për vete gjoba. Njoni nga këto më tha mu prej te pa janë gjoba, me atë fjallorin e këtyne, se s'kan marrua shkollën fillore. Me atë fjallorin e tyre, unë i thash, e jem të rizitit. A i erdi, u drejtu, goditi, e shtyra, erdi tjetëri. Goditi, s'ka rëndësi se nuk u bo qometi, po është koncepti që në sy policit, policia aty që po vete gjoba, polici shtetit. Dhe mora vesh sot polici që duket e fotua me 2 agresorët. Po. Dhe mora vesh sot që është shkarku polici. Syt policit kanë guximin godasin, me gjinot ashti. Mes Tiranës. Mes Tiranës, është mes i Tiranës. Brava bankës së Shqipërisë. Dhe tashti, për të ardhur rrjetet sociale, lëshohet vulgu, llumi, pjesa më e degenerume, me fjalorin më të ndyrë. Pse se vrat, pse se aqitet dhe synin tjetër. Ky spion, do të thonë spion. Në një kohë kur vjen po je sigurt ti që janë shumë njerëz mbas atyre mesazhe apo është një njeri vetëm që administron 200 profile. Jo, kanë 200 profile. Fryma që futet, atë për të ardhur një tjetër. Se ti e ke marrë sola gjithë benzin në rrugë apo jo? Un kam gjithë mesazhet kërcënime për qëndrimet e mia politike sa dush. Po që kanë mbetur aty. Pa i kam majt aty, i kam gjitha. Vazhdimisht më qenë shumë mesazhe për qëndrim, po si kam dhënë, po i kam majt, por nuk i kam dhënë rëndësi. Them si do që ndodhi gjot, paktën i kam këtu. Tashti, problemi është që gjithë kjo mbledh nga ushqehet. Ja po them nga ushqehet. Sot një fletushk, si ato fletushkat e palestinezëve që organizojnë ato palestinezët me gjuhë elastike, po, që quhet RD, kryeredaktori i saj nxjerr një spionit i Lirë Demalia, mirë ja kanë bërë me pseudonimin Syçi. Në një kohë Blendi Kajsiu, në një kohë që gazetar, kundër gazetar? Si ta buni pseudonim? Syçi. Po ta ka vu Gjesh Luca, më emri Syçi. Kush ta ka? Kërkon të drejtën e autorit. Në një kohë si Kajsiu. Po si po ma ekin motor po ta ka vu Syçi për si ta ve ekin. Ore, këta janë palaço. Këta janë shpif. Në një kohë që unë kam nxjerr. Ore mamen me Gençorri ti kush ta ka vu emrin Syçi ty? Si duhet ma ek motor si këta. Po. Edhe në një kohë vjedhje drejtës autorit. Drejtës autorit, në një kohë. Po do ta ull gjyq atë. Se po më janë gjyq. Në një kohë dhe në një kohë, nuk vjen keq, në një kohë që jam unë me këtë, unë kam qenë 600 faqe dosje. Dhe i kam thonë hapa të në parë. I RD-s ishte ky. Po më i RD. Jo të RD-s. Tashni unë do dal edhe do bëj padi penale, jo civile. Padi civile, se më keni bo padi civile për ata kalamojt, se më keni vjetë të drejtë në autorit, se emrin Syçi ka bërë, shok se unë jom,
njeri që kom punu sigurim shtetit e fitoni gjyqin. Qofse mu sigurim shtetit, ka zbut, a kuptova jo? Atëherë ju flisti si flisti gjithmonë, me të sa jume. Ja thash, nuk mund të ndërrot, ja që kritën të shtatë. Dhe kjo është pyetje interesante. A duhet i përgjigjet këtij rumi? Klodi Lala dhe Artan Hoxha, gazetarët e Kronikës Zez, a erdhën te vendi krimit? Absolutisht. A raportuan live? Të dy si u ka shpëtuar ky live? Të dy mirë. Po Klodi, jo, Klodi Lala nuk kishte kohë, se Klodi Lala do hypte në protestë me historinë e saj për Kalimin. Klodi është. Po jo. Ne mos kanë gjë. Klodi ne po prekim Klodi. Pa prek Klodi. Jo, Klodi ti mund ta. Klodin e du fort për kurarin që ka vërtet Jo, atë u themi. Do ta ftejmë, bëj një ftesë publike, bëj një ftesë publike. Ka hongër dhe plumat e shtëpia. Për të ardhur, bëj një ftesë. O Klod Lala, lutem me Tan Hoxhën, ju do gjesh lusa me boj një bisedë të përgjithshme për politikën dhe për tallavan shqiptare. Ja bona. A do më lesh sa them vetëm fjalë. Ai e di se ai ka qenë. Ai e di se ka qenë. I respektoj fort. Ai e di se ka qenë në Angli. Unë e di. Etika e gazetarisë. Në momentin që je gazetar. Po ku kanë qenë ose është shi. Prit për tash ti lut. Pasu se erdha ishan kantier, sterlla dot. Unë isha po ta them që ti s'disha them. Në një kohë, një gazetar, që është gazetar i një institucioni, një media, ose edhe gazetar vetëm, si që mund që... Irfani. Me Irfani. Keshoku Irfani. Që rrymën, atë rrymën e... Mëse lu Irfani, shkem Irfani. Tashti, në një kohë që një gazetar është në një media, ai ka dresh këtë hypi mojt tribunës protestoj me protestoj. Në atë moment ai të nesme nuk thehet më në punë me, apo jo, me etikën, me tomërla, nuk thehet në punë, e ke ka përcuj Ilberindi. Nuk je mos, se si do besojsh ti si... A ke parti në një gazetar që shkon në Ukrainë të informoj, apo të luftoj? Se protestoje? Protestoj më doli aty të partit. Ti se e ke video, Allah. Mojt protestës. Foli që Klodit. Ku ti flas Klodit? Foli që Klodit. Klod, kam shumë respekt për ju, lutem, hajde ditë ta vejmë për para këtë blendmane. I thash pa të shi se e bon të shi. Ta shi orë syq. Unë e kom muhabetin tjetër kunë. Ta shi ma daj këtë punë mu, se unë kom merak me këto partit e reja që dalin nga thasë, që jonë kaj skematik. Një të ma lion nga morin. Si quen këto që punojnë mas kuintave, si quen këta? Sufler. Jo sufler, jo. Këto më që bojnë këshu si popullor, si populista, kupton, që gjojë janë me hallet e popullit të gjitha. Ore, qa përfaqësojnë këto partit e reja? Partiçkat. Po ja, thashëm pra ka dal nga dia reja, i thashëm që mos më rinin të mi imitoni mu. Ore, kush është programi këtyne? Me kë janë ta, ma daj këtë punë. A jonë me ne me kapitalin, pra jonë me demokracinë liberale, me kë janë ta, se se kuptoj. Ta kapim agronsherin. Po le ma agronsheja është i biznesit, nuk duhet ta nga të smojat. Po prit më lam, kap një tjetër. Agronsheja, si mi më është i biznesit. Nuk po hy për gjithë ato që ka flitet për te që ka donë $400,000 A nuk mere ma deputet. Unë nuk i besoj këto. Ky thot, dakor. Se më duket shumë gopsek. Tashi, klas, shumë bukur. Është i djathtë, është deklaru i djathtë, edhe është biznesmen. Nëse i djathtë është, i biznesmen është. Po mirë, tashi çdo ky që është i djathtë dhe biznesmen, që shko në një protest, ku thuhet përmysin gjithçka, djathët nuk e kanë këtë filozofi. Djathët njohin një rrugën politike, parlamentare, zgjedhjet. Po këto pra të bëshua puna. Kurse ky shkon hyj aty me këto, me revolucionin. Po ka dhe knajsi. Ka dhe knajsi. I ke pa që ka knajsi. Po ka knajsi që e kapan gabim. E kapa keq. Dhe sot e këshim vritje. Këto institucionet, për çaj kriju, se unë kom dali pari, kam thonë, o zot këtyne të spakut, halalja bo zoti, ti plasin gjithë burgjeve, kur asnjë nuk fliste, edhe asnjë nuk qelte zonë e gojës. Cili ka dalë për televizione, të i thonë, halalja bo zoti, që po i marin këta vakabonda që kanë abuzu me taksat tona dhe po i fusin. Cili? Tashti këto institucione për çaj kryun, që du të bojnë kështu prokuror, live, në për popull, në për, si quhen këta? Populista. Populista quhen këta? Po. Ma përkthejt që që do të thotë populizm? Populizm dhe më dhanë që... Fituar zemrat e turmës. Të hecësh mas rjetës turmës për të fitu zemrën dhe për t'i përdor.
Për të mirakëzime. Populizëm është marksizëm-leninizmi. Po në rregull. Po. Po këtë ma thuj. pa marrë thuj aty pushtetin. nëse unë e di. Pa marrë pushtetin. Kur morën pushtetin. Kur morën pushtetin, mas ne me të mirakëzime dhe e ke parë. Po çfarë ka ky me marksizëm-leninizmin, me populizmin? Se ky është biznesmen valla, ky është shqiptar. Çfarë lidhje? Se ky do nëpërmjet këtij populizmi që përdoret, të mori ky pushtet me nëse u bë deti kos. Po jo më këtë populizëm duhet ta përdori ky i Partisë Komuniste. Ai e përdor Qorri. Qorri ti lejohet ta përdori këtë Qorri. Edhe lapaj. Për zotin është më i vërtetë i Qorri. Edhe lapaj. Po lapaj komunist? Jo lapaj thonë me gjashtë, po gjithë terminologjinë ka komuniste. E ka populiste thaj. Po. Po çfarë janë këta valla? Janë këta. Nuk ka në një njeri në këshilltar që i mëson këta, se këta të gjithë isoj kamanista. Po pas ka qenë fare keqe më syç. Po si po fare dhe këtyne po e mbolle, këta nuk i shkull dot. Agroni është Agroni është ballist. Çfarë? Ballist. Pa ishte të PD. Po balli kombëtar. Pa ishte të PD. Prit, se këtu ma kujtova. Devijoj ky? Një minutë, se ky ka kënaqësi që është ballist. Po, tu më falni minutë, balli kombëtar nuk është i djathtë. Balli kombëtar është social-demokrat. Mitat frash. Kupton se ignoranca këtu është. Po. Se këto na harrojnë antikomunistën, është njësoj si ti thush Mesini Kokalarit, si i thënë këto të pedehit, shqupit, i thonë djathtë. Social-demokrate. Ai ka qenë social-demokrate. Balli kombëtar ka pas reformën agrare njësoj si komunizmi në programin e vet. Merrën e shikni dekalogun e ballit. Populizëm dhe kjo. Pra ne ky tash i thot o i djathtë, o ballist apo është qorrist. Pa më nuk e kanë ngatruar këtë popull thonë me gjithë këto historinë. Se gjithë bota ka dy rryma. Djathtë majtë republikane demokratike, ka dy rryma. Mos po na ngatrojnë me gjithë këto. Mos po na ngatrojnë. Po shifën protestë konglomerate, njëri thotë shqipni etnike, tjetri thotë rrofta Albin Kurti, se ç'pun ka me thonë rrofta Albin Kurti. Nga një pyetje të dyve. Unë. A ka dorë vërtet se çdo ditë që kalon ndjerë në pa dhunën fizike, s'ka më dhunë verbale. Dhuna verbale ishte 30 ditë e para, tani kanë arritur në aksione fizike. A është një kombinimi i vetëvendosjes me Sali Berishën në këtë protest? Unë këtë nuk e di, po unë kam thonë që ditën e parë, jo ditën e parë, po ditën e tjetër kam thonë është e paqësore, por dhuna verbale që po përdoret është ushqim që përgatisi psikologjikisht dhunën fizike. Dhe edhe dhuna verbale në rrjetet sociale që i përdorin, ai nuk e ka rastin, po sa dje rastin, për shembull, ti e di ç'kishin bëu ty sot, prej me thotë, ky tjetri tash, Blendi Mara, Luca, deri ke Rama. Ja, po s'ka problem, në rrugëve më kanë tek pull, më kanë mund gjithë për çfarë do shumë. Më mu i kthehet dashnia, urrëtia i kthehet dashni. Po veç mu mos e keni hallin. Jo, kishim bërë një koment me Rama. Çi kishim bërë? Syçi ti, po e komun. Ishte ti. Ishte ti treti. Se me ty kishin punë më shumë. Pa unë i mirë pres. Unë i do fort i mirë pres. Nërsa Ramën njotha se ka mbaruar Berisha punë me Ramën. E ka bëtë so Berisha. U treguan tolerant. Pra e gjithë kjo, edhe kjo ka të bojt i blend. O, më i ka të solë dhe ku në mdodhe. Kjo ka të bojt i blend edhe roli i medias që ka fut gjuhën e dhunës në emisionet televizive. Që edhe ti edhe unë bim nga i herë viktim. Ti prapë më i përmajt. Portalet, komentet që lejohen dhe mënë. Son nuk kuptoj si ka ko, unë për shumë nuk bëj asë herë komente kërkun, asë kom bënë herë komente. Hudh gjonët e mija, dakord me hajde thuj nuk bi dakord me ty. O sy që lene këtë historie, unë kom hal tjetër. Po jo, se kjo gjuhë dhune, sjell aty, është moment e rrezikshëm lutë, është moment e rrezikshëm. O sy, ata kanë po lutë mund noti 97 prapë. O sy, pële me qanë 97 pële. O sy, një gjohë mu që o sy. Shteti aj delikatë dhe... O sy, këta kanë dalë dhe du të rëzojnë qeverinë dhe thonë kemi 500 propozime për kryeministër. Tashti, ju më thoni mu se kom unë i pyetje. Unë kom të drejtë që t'jemi 501, popullin do, mesazhe pa punë, lefdalla pa punë, po të shishni këta që më shkruj këto të centrave që thonë duza të qëra ne këto janë këto të partive, njerëzit ndunë. Nga eksponentët e protestës, 2 emigrantë, njëri në Zvicër dhe njëra në Angli, janë marrë me ty personalisht.
Pra, me çfarë kam nohatur ti e lista e zez e protestuesve. Dhe kam lexuar dhe komente që kur të vinë në pushtet do sekuestrojnë pronat e tua, si reforma agrare në 46. Edhe ty bashkë me ne do na bëjnë gjyqjen. Gjyqje popullor. Si bashkëpunëtor. Edhe do ta bëjnë tregton që ke shesh. Unë me të gjitha unë me të gjitha këto jam dakord. Dhe në qoftë se këta e formojnë këtë partinë kamaniste prap, ose fashiste, unë jam dakord, i lej vetë, Allah, s'ka problem dal prap. Po dalë regjistron televizion prap, ose dalë elektricist, nuk kam një problem, unë prap do jemi fort. Parti Komuniste ka 3 në 3. Një gjo, o vllai, më një gjo mu dhe herë tjetër. Ora më një gjo dhe herë tjetër. Për mu kam thonë që këta duhen me dalë, me kriju partitë e gjitha, ku ta diu se çfarë, që mu do mi morin gjitha. Unë i lej vetë burr. Kur të vim ne në pushtet. Po të vim më inshallah. Po pa krijuar parti. Ora vllai dashur, kam të drejtun. Ora ti më dëgjoj mu çfarë do të thonë. Janë 500 për kryeministër. Mu shmenja i kam bo bluza gjithë grave syç të ftoj në mbledhje. Jam ul me këshillin drejtues dhe i kam thonë unë jam i 500. Më kam thonë gratë, po më llavishe. Më kam thonë gratë Luc, jemi dakord shefo, ti t'jesh i 501, i kam bo nomin tash jemi unë po diskutojmë për qeverinë. Pranon bulevardi. Si s'pranon bulevardi? Pranon bulevardi të Tiranës. Gjithë më duan mua atje? A pranon bulevardi të Tiranës një kryeminist nga Labinoti? Ore një minutë. Çfarë mendon ti se të gjithë më duan ata atje mo? Jo më jo se ti 10.000 mbledh nesër me. Ore nesër i dal aty fjalim më shkallës që Terezi do filloj këtu me gratë, do dal atje tash një gjoj ore kom për publikun. Tash i kom fol me gratë mia, edhe do dal tash një propozim. Më thoni a keni një vrekje? A ka mundësi të flas po gratë mia është stafi që punon për zonja që punojmë bashkë. Kur thua gratë mia nuk kuptohet. Palema se tash syç mos ti bled, nuk kemi bled për total, bisedat janë serioze. Tash ti gjithë kanë drejt krijojnë qeverinë ti krijojnë që të gjitha. Unë kom 4 ministra që i kom bo bisedat, kemi pas pak debat me këshillin drejtues, tash i kom edhe 2 burrat mençëm gazetarët më dhej që po i diskutoj. Do t'ja tregoj për emrat, po e pra kallzoj publikut. Për shembull, ministër drejtësie, nga që unë me thon drejtën, ai burr kur ka dal nga burgu, kom qenë me çes drangun me shokun ditë ngusht. Një katolik Shkodre që e kanë kap duke oratis, ka bo 13 vjetë burg politik, edhe ka net me lubonjë mrena burg. Dhe kur ka dal nga burgu më ka thonë, qëndrimi që i ka majt, ky sa ka majt njeri. Dhe unë kur ja kam dhonë dorën tos lubonjës, kam qenë benzinarko. Unë u dridhësha edhe e shifësha këtë njeri si një perëndi, si një idhulltimi se ma kishte kariku qesku pa fund. Dhe erdi momenti që do të shpërblesh. Dhe erdi momenti që më një gjokë du fatos lubonja, për qëndrimin antikomunist që i ke majt, duke qenë kratë komunistëve, për 35 vjetë, unë me dëshirën më të modhe, ty do të bëj ministër drejtësie. E meriton? Fatos të bojë? Pa tjetër. Vetëm nga që ke qenë kosugen, ke nejtë gratë komunistëve, edhe i keni mua ta për me nejtë në opozit, 13 vjetë, 14 vjetë, dorin në opozit, edhe 8 vjetë tjera, ti e meriton për ministër drejtësie. Tos, përgatitur. Pra në qeverinë e Gjergj Lucës? Në qeverinë e 501 të Gjergj Lucës mos haro, je ministër drejtësie. Tash ti, kur kemi qenë dikur te Kafe Europa që hanim pinim, u emrui polic. I burri fort, për zotin e kom pas mike, kom dash fort. Mu është duk ca vite. Kur e shof tash ti prap miting duke gërthit. A di kush është? Që unë e propozoj për ministër të mërënçëm. Mitat Havari. Nuk ka pas bura kosh më të forë se Mitati. E ke njohë Mitatin? Mitatin e kom mik, Mitat për shnjeti, respekt e vlla. Do të thres Bogati, do të thres tu dhe grade mija vish bosh një miting vlla. Ala shfuz, orë zotni. Pra Mitat Havari, ministri i mbrëmshëm. Tash ti, ministër i mbrojtjes, ministri i NATO-s, e kena i burë të fort për Tirane, orë zotni, që me thonë të drejtën, unë e du fort se është burë që i zeben fjala. E kë burë që gjithmonë ka qenë qefli, e ka qenë i omël, e ka mbledh njerëz dhe vetës. A di kush është? E di. Ku je kujtim gjuzi, që ma ke rraf për herë parë lorën tem të 15 kaçi. I modhi e kujtim, Bogati. Ka shalu në dru. Ja, për kujtimin jam dakord në. Leve, lede. Kujtim gjuzi, ministrë mbrojtje në qeverinë Ministrë mbrojtje, qeveria i me 501 që mos harroni. Tash ti, kemi tash ti edhe
ministrin e shënetësisë. Botë e kom vra menjen për emra, po kur vun këtë ministrën e funit, kur fliste, Ilir Beqen. jo, le me li që unë mirë liri. Ka pas do probleme, inshallah i zgjidh qoftë mirë me Zotin atje ku është, mos më merr me liri. Babën e ka pas të mrekullueshëm. Ha? E di ku ka pas shtëpi, të pallatet e aviacionit, aty kaloni për atë, ka pas babë mrekullueshëm. Profesor Beqen. Profesor, babë mrekullueshëm. Hamid Beqen. Edhe tashti Te shëndetësia. mas ministrës që është vu tashti, po dhe vrava menjen, po s'më shko dhe menja të asnjë. Ma thuj frazë të asaj sa bukur e thoshte. Këto frazat e saj, Ministres së shëndetësisë. ministrës që është tashti. Se unë mendoj, S'po na kuptoj. se ai që i mendoj, unë e mendova se ai do ta mendonte. Për atë që mendonte ai, dhe unë nuk më shkon menja të Ta asnjë. menduar. Dhe ministër i shëndetësisë në Shqipëri, unë do të bëj syç, Përgjegjja ministrën e shëndetësisë. Aledinin. Çin? Aledin. Aledin? Po. Aledin? Ai që doli nga shishja, mërsie ka ai. Oh, Aladinin. Se këta ky popull do mrekullina. Ky popull do mrekullina. Ishte vajza ime studente në Angli. Pa. Edhe i plasja apendiciti. Iku në spital. I than ulu aty e sigurume me të gjitha studente e shkëlqyshme këtë aty. E kanë lënë 5 orë në radhë. E E çunë në vizitun, i than ik shtëpi. Se s'ke Mos gjë. kish në rry motra ime pra Amerike, mjeke që Kam poni qenë prezent, nomin, kam qenë prezent. E futën salto operacionit, i kishte plas apendiciti, e lasi legere 5 orë. Këta tash, jo shtetësia që ne këtu me shkojmë në spital, marrojmë puna, i gjithë njerëzit gati, gjithë, kupto? Me gjithë atë, unë e kom menu që mas kësaj, nuk mund gjej tjetër më të mirë, do t'ju bi Aladinin, ministrë shëndetësie. Bashkë me Si lampën thonë? magjike. Bashkë me lampën magjike. Pra, Mos kabineti qeveritari i kryeministit Luca është Fatos Lubonja, ministër i drejtësisë, Mitata Vari, ministër i brendshëm, Kujtim Gjuzi, Kujtim mbrojtjes. Gjuzi, I broj, mbrojtjes, dhe Aladini. Nuk i gallzoj bashkë me gjitha, do Llama. gallzoj edhe një. Po një femër? Edhe i femën do ta vej, I po grua. edhe i femër për këtë radhë, emisionin tjetër do vej tjerët, po do ta vej përpara popullit. Tashti, Ministrinë e kujt do marrë? ministre e jashtme Ha. në vend Spiro Palit. Do rikthesh prap apo ja? Ja. Një Spiro Pali është për karrierë gjatë. Kupton? Spiro Pali është Se ti do ish është qeverisë burnesh, stabilitet. është mamica, a? Mamica. Po. Pa e boni Hamza? Kush e bën emrin? Skënderbeu. Ja, le mo ma luaj Spiro Pali. Spiro Pali Ti mos ta është luajë Spiro Reali, luajë vetë. jo, Pali le- apo Skënderbeun? Spiro Pali ka momentin e vet, është vajzë artikulume, i ka të gjitha. Tashti unë po flas, mas Spiro Palit, tashti kush është nuk e di, kë kam bu ministri i jashtëm. Është Tash është ky Ky Hoxha. PD-s, shumë djalë i mirë. Hoxha. Ky shumë i mirë, ky që ka qenë në Amerikë, në OKB. në OKB. Në OKB, shumë i mirë. Bë. Po unë kom përshtypjen e kom më të mirë. E kom më të mirë se ty, e kom zgjidh më të mirë Do ta se heqim ty. këtë gjë. Se duhet të jetë femër një herë, edhe mas Elisës duhet kishin vu femër ka ngabu, më fal vlla im se unë kom besoj kështu për ty të përshnes. Por me thon drejtën unë du një patriote, kupto se kom hall shumë për gjeta. problemin e bashkimit kombit. Ha, E gjeta Malsoren. kush? Malsoren? Cila malsore? Kjo pra? Neomalsore. Ne- Tash Neomalsore. jam alla jo. Le neomalsoria, unë punë vet që në fillim unë se di çka dash me këtë parti ajo është në rregull. Gaboj pak që kaloi Knej, tash i ka kalu te e vetja, lene punë te e vetja ajo. Ministre e jashtme për mua është një femër që ne bashkë me antarësimin BE do të realizoj, me thonë drejtën, edhe bashkimin kombëtar. Jo shko menja se kush. Vjosa Osmani? Ja. Në Shqipërisë apo Kosovës? Po ti e faqezi për Zotin. Mas Aledinit dhe mas Kujtim Gjuzit në ve Vjosa Osmanin, inteligjentje si shumë. Hajde. Unë mendoj se duhet jetë Thuje pra se... Eleni Kosacini. Oh, Kosaqi. e ke gjatë. Kosaqi, jo Kosaqi. Të çojmë në këmbë. Çojmë në këmbë. Eleni Kosaqi. Hajde. Tani Tash i miqtë e mi, mos harroni, Jo, 501-shi, kryeministri Shqipërisë Gjergj Luca. një pyetje. Ju dhash 5 emra, radhës tjetër do t'ju jap 5 tjetër dhe 5 tjetër. Dyshime do të më dha Gjerluca. A ju pëlqyn? Gjerluca lexonte emrat e kandidatëve për ministra në celularin e tij, a mos valli dërgonte ai
Kush? Në WhatsApp? Ai që shko meni, ai është. Ai është. Ai, no normal. I madhi. Po me kush? Me atë kom lidhje, unë s'kom lidhje me njëri tjetër. Bajrami apo Edi? Po Bajrami. Po Bajrami kemi ne valla. Edi do iki. Por Bajrami kemi ne, po çaj jem Terezide, shqyqy që kemi o zot. Shqyqy, e po sa i bukur ishte atje kur i goti në Arabi. Ja morë shatë kështu edhe tu. Çka ka postë? Ka postë video. Po. Ose ne kthyem pak me humor për shkak se nuk duanim ta vazhdonim atë gjendjen intense siç ka qenë nga ajo ditë. Ti besoj ke dhënë mjaft intervista edhe deklarime. Po more kapa që O syç ky tash ta mori si doj me humor, unë kam pa humor punë e kryeministrit. Punë e kryeministrit. Një pyetje fund nga ana ime, pse nuk gënjeve e të thoshe është politikës. Po ku e njeh kësaj? Në ato që gënjesh ky. Tash unë ma bon shumë vetë këtë pyetje. Njeriu po humbi kredibilitetin një herë, herën e dytë nuk besohet më. Pra megjithëse mua s'le gjë po më thon, ma thanë që momentin e parë a është politike. Jo, thash, është politike. Pavarësisht se unë kërcënime politike kam sa dush, tash i kam mesazhe, sepse nuk ishte a kanë ato çfarë drejtimi politik kanë ato unë se di. Por sherri Osysh se ta kujtu kot. Tash i do mblesh dhe mu si vllajit kam si mik që të kam me ta bëj kërkesë. Gjithë jetën të ke qenë njeri i gjanë. Gjithë jetën unë shoqëni jam shty e jam shqujt për sherre, për shamatara, për rrafje. Po edhe ti i gjon sa dush deti. Po edhe i gjon tash. Tash unë një publikisht po të bëj kërkesë. Ajo ishte i diçka e momentit. Mbyllë me kaq lene këtë punë. I leni të shkojmë punë vetë ata, se nuk kemi ne njerëz si krijojmë probleme me shkërën. Që të falësh në radhë parë do të kërkosh falje. Po falje kanë kërkuar ata, se kanë marrë telefon 5-6 vetë, tash kanë marrë mua, kanë marrë gruntate, tash motrën time, tash me thon drejtën, leni të ikim punë vetë nodhe ja punë ça nodhi. Falë, unë po ta kërkoj publikisht. Jo, nuk është problemi se nuk falon. Problemi është që të bëhet një shembull. Imagjino tash kur një njeri që njifet, njërin tjetër që është po një fakir i shkret që është me ndaj rrons, çfarë i bëjnë? E gjej vdek nesër. Unë du të ftohet kjo, por ne po të themun si psikozë shumë e ndryrë, sepse po ta them një gjë, është psikoza, është psikoza e turmës. Edhe Schiller i shkru. Turma e konverton individin nga një qenie e vetëdijshme dhe arsyeshme në një qenie trash për budallikun e cilës edhe vetë perëndit debatojnë kot skoti. Domethënë, jam dakord. Turmat janë shumë të rrezikshme. Ti e di miku jon Gimrada çfarë thotë për turmat. Jam dakord. Vetëm di dhe i gjë tjetër nga baba im. Te filmi Plagë vjetra. Po. Kur e kam pa me një film perl, kur e kam pa se një 15 vjet ose kam pa do të filmte te babës mas i ndroi jetë. Edhe isha shtri ditë që ngjin në divan. Atëherë kur luja domino, që ma përmendën për rrjetet sociale, që mi mylli sala të gjitha, luja domino. Dula në pension 20 e sa vjeç. Edhe po jep të Plagë vjetra, unë ashtu si për gjumë fillova ta shoh filmin, mas 15 vjetë. Dhe kishte ndërtuar malsorin mirëditor, një personazh i babës i jashtëzakonshëm. Dhe në një moment i thot Roza, i thot, po si e ke majt, i thot ti, thot këtë plumë, thot 30 vjetë. E di, e bëk majt. Si mundet, si e ke majt? Edhe i thot një shprehje malsore baba. Personazhi në atë rast, i thotë, po, kës më ka gërga, e unë se kam gërga. Pra, nuk fjale mo. Ka na, edhe unë se kam na. Kës më ka gërga, unë se kam gërga. Shu janë sa gjona që mirë është mos me i gërga. Dhe ta me në nglut. Erdi momenti i fundit çfarë themin edhe? Atë shprehen në jo, të dashur miq. Janë sa njerëz që lindin e vdesin këtë jetë vetvetja. Kjo është pasunia e madhe. Pasunia më e madhe e këtij burri, se sot jemi mbledh për syçin, është vetvetja. Ky syç ka qenë në adoleshencë, ky syç ka qenë kur ka ra komunizmi, ky syç ka qenë në Amerikë, ky syç është kur erdhi nga Amerika mas 35 vjeçve, dhe ky syç ka për të hyrë në dhe. O miqtë e mi, o vëllezërit e mi, pranojeni njerëzit ashtu siç janë. Dhe pasunia më e madhe për njerëzit është vetvetja. Vetvetja. Dhe për mu, syçi dhe bledi që kam këtu,
janë nga njerëzit më të pasur që unë njoh. Nuk është pasunia leku, po pasunia është shpirti, menja. Ne na paguan Soros dhe Izraeli ti thua. Ajo të rezitja Dhe mos harroni të bëni subscribe Gjergj Luca Rozafa. Faleminderit miq me këtë mbrëmje që u mundum sadopak të zbusim nga plagët e këtij momenti. Faleminderit Ilir. Faleminderit. Faleminderit Gjergj. Faleminderit.